votohet buxheti i Kosovës. Thatë qeveri e përkohshme, kur e keni fjalën përkohshme, sa është afati kohor i qeverisë? Po tash në bazë të cikleve kohore të cilat kemi kjo qeveri nëse votohet, domethënë ne mund ta bëjmë edhe si një lloj marrëveshje edhe me opozitën që të pajtohemi që ne do të kemi një cikël zgjedhje mas skadimit të mandatit të presidentës Osmani, edhe të futemi në zgjedhje dikon në muajin prill, eventualisht maj, edhe pastaj nga ky proces do dalin numra të ri, do dalin përqindje të reja dhe do të shpresoj pastaj do të kemi një punë edhe më të madhe për zgjedhjen e qeverisë dhe të presidentës, edhe në këtë rast domethënë mas shumë të jemi të fol për një shtyrje 2-3 muaj. Unë e di që opozita mund të ketë... Së është të rëndësishme të votohet në qeveri kalimtare tash? Cilat janë rreziqet? Është shumë e rëndësishme, është shumë e domosdoshme, jo për kënaqje të dikujt apo ambicje të dikujt, sepse kryeministri Kurti i bani 5 vite kryeministër, po ashtu edhe vetëvendosja, nuk është kjo që i bëhet një shërbim vetëvendosjes, po i bëhet Kosovës. Ne duhet i lëmë minatet, e dim që na kemi luftra politike, po në këtë rast duhet ta bëjmë diçka për Kosovën dhe për qytetarët e saj. Unë kam frikën që ne, pastaj, nëse hymë në fazën e inatit ekstrem që na shqiptarët shumë i ka herë për inatet pa arsyeshme, e unë shpresoj që kolegë nga opozita do ta tejkalojnë inatin me Albinin, mund të futemi një cikël ku nuk kemi buxhet, edhe pastaj nuk kemi buxhet as për zgjedhje. Faktikisht, ne as zgjedhje pastaj s'mund të kemi, sepse zgjedhjet e kanë një kosto. Mendoj që buxheti është i domosdoshëm, këto ja kemi bërë qytetarëve të Kosovës, ne këto ja kemi bërë mira shërbësve civile publik të cilët e presin pagën, po edhe projekte të cilët i presin. Çka nëse opozita nuk e voton? Nëse opozita nuk e voton, e bën një gabim të madh kardinal. Unë mendoj që kjo ka më qenë një risk shumë i madh për ta. Unë e them atë fjalën popullore që i them për inati Teres djali, në këtë rast për inatit Albinit na nuk ban me u lut me vdek Kosova në kuptimin financiar, sepse Kosova ka me hec, po nuk do të tejkalojmë këtë rast inatin cilën e kanë të madh. Mendoj që ky inat është i paarsyeshëm edhe më shumë bazohet në disa probleme që i kanë ata të mrenshme, që edhe për ato e mirë kuptojmë, edhe PDK-ja dhe LDK-ja kanë frikë që nëse zgjidhet qeveria, qetësohet situata politike brendshme, ata mund të kenë probleme të mrenshme, të cilat janë evidente. Kjo deklaratë shumë e fortë. Po thuaj që situata tensionume për ekonomën PDK-s dhe LDK-s për shkak të pagnasive të mrenshme. Edhe PDK-ja, edhe LDK-ja janë në ujëra turbulta të mrenshme. Ju e pat njërin ndër njerëzit të cilët ka punu ma me zell dhe është kampion për qeverisit mirë komunale me çmime. Po, më stilojmë halët e partive tjera. Po du me sharu këto. Dhe më thonë, këtu buran. Edhe të LDK-ja, dhe më thonë, PDK-ja ka problemin me Ramiz Ladrovci, ndërsa LDK-ja e ka godit në mënyrë histerike njërin ndër veprimtarët më të mëdhej që LDK-ja ka sot, Xhafer Tahirin. Unë e maj mend Xhafer Tahiri, dhe më thonë, ka qenë kryetar i forumit rinor, që nga rinia, dhe më thonë, 18 vjeta, 19, dhe ka një histori shumë gjatë në LDK. Ajo është gjenerat, nuk po thamë e Rugovës, po është gjenerat e Fatmir Sidiut. E derisa këta të cilët po dojnë mju hakmar Xhafer Tahirit, janë gjenerat që kanë orë në vitin 2017, kanë orë vitin 2020, kanë orë para një vjete. Jo mirë dhe e pat një status, nuk besoj që më në mbyllim LDK-ja ma shumë juve se sa vetë LDK-s. Jo, spondimit se unë kam drejt me folë për LDK, sepse janë para Lumirit aty. Po, Lumiri është, ti nuk jeni aty. Po, unë nuk jam. Po du me thonë që, për me dalë dikun tjetër, ka qenë një koalicion i cili Xhaferi e ka bon për hir të qytetarëve të ushtrisë, ka qenë një histeri e tmerrshme në tër opinionin edhe brenda LDK-s. Ndërsa koalicionet që bajnë me PDK-n e ka një rehati të është pozicioni partisë të një, dok, si nuk ka akuzuar kush pse me bëni kështu. Është e drejtë se cilë subjekt me përcaktu, e se cilë shpimi me përcaktu me kondon mua. Por ata është e drejtë e tyne edhe rruga marrë ju qoftë edhe inshallah ju zgjatë. A ka gjas votuot këtë javë qeveria Akoniusi? Unë besoj që duhet vazhdohen ato ciklet kohore, njëra për tyre që domethënë tash kandidati për kryeministër Glau Konjufca do ta ketë kohën e vet, edhe besoj që afërsia e Glaukit, mirëkuptimi i Glaukit, ajo butësia tina,
komunikimi mirë që ka me kolegë nga opozita, do të gjeni gjuhët për bashkë edhe do të votohet. Kjo kohë do të gjatë 10 ditë, edhe besoj që me qenë se shumica këtyre kolegëve kanë qenë edhe në për studje, po edhe jashtë kështu në takime tona që i mbajmë koridoreve, kanë qenë shumë pro Glaukit për kandidat për kryetar të kuvendit. Unë besoj që për hir të proceseve që na presin, do të ja japin mundësinë që 4-5 deputet nga opozita ta votojnë një qeveri tranzitore e cila do t'i kryjnë këto procesa për cilët fatë. Do këja tha nuk kemi votë, se parafërsisht ta është vës tendencë për me shty blokadën, si komentar? Me keqardhje i pash edhe mendoj që e kanë hup rrugën në borë, me të vërtetë është për keqardhje, nuk po e kuptojnë seriozitetin një parti. Nuk po flasë për PDK-n, po një parti si LDK-ja, cila është shtet formuese, është një shtet ndërtuese, një parti institucionaliste, të flet me një gjutil, sukur nuk më intereson, flaka i dalë t'i veni, ku i një niso bura, a e dini ku gjindet Kosova? Jo, po ju pse nuk e keni bërë qeverin, po qysh me bërë